përshëndetje, jam me zotin Teta Ibraliu, nga Kavaja, apo nga Rogozina, i cili sot ka marrë lajmin e mirë nga INPS italian për pensionin italian. Do t'i bëjmë 2-3 pyetje të shkurtra që të kuptojmë pak situatën e tij. Patjetër. Teta, sa vjeç je? Una musha 70 në 9 maj të vitit kaluar. Pra je për 71, apo i Jam për 71. Po. Pensionin e kemi marrë me marrëveshje për pensionat që u bë me një korrik 2025, e kërkuan Bashkim Vitesh Shqipëri-Itali. Dhe të ka dalë që nga një korriku 2025 ti e merr mbas 3-4 vitesh në bankë. Po. Të vjen me datën një korrik të vjen pensioni, ama njoftimin e more sot. Do më shpjegosh pak Teta, ke punuar në Shqipëri, merr pension shqiptar? Unë kam punu 22 vite e gjysmë në Shqipëri, ka punu salvator. Sa lek të ka dalë pensioni që ose do ta thuash? Jo, më pensioni ka dalë 120 lek. Po. Shqiptar. Po. Po në Itali sa vite ke punuar, me rregulla dhe pa rregulla? Me rregulla, pa rregulla, me rregulla kam punu 9 vite e gjysmë. Po pa... Kurse pa rregulla kam punu 10 vite. 8 vite, 9 vite. 9 vite të tjera shtesë, pra 18 total. Total. Qa pune ke bërë në Itali? Salvator. Edhe aty salvator. Po. Sa lek të doli, do ta thush pensionin italian? Pa të ujve për 270.000 euro. 270.000 euro. Po. Për ato 9 vite gjysmë punë në Itali, a? Po. Po, në qa zonë të Italis ke jetuar? Unë kam jetuar në Firenze. Firenze. Në qytet brenda apo rrethina? Në Pontarsieve, Campo di Marta, në vjallë rreth Firenzës. Rreth Firenzës. Po. Kur u ktheve në Shqipëri? Shqipëria jam në Shqipëri në 2010, në duke të një vjetë tjërë. E hoqë rezidencën atë ku, apo i ke kështu pa njoftu? Po, una rezidencën... Apo e ke akoma në Itali? Jo, ta kam sjellë unë në të rezidencë. Po, pa i më të Ta kam sjellë atje. Në vjallë që mora një vjallë një letër atje, që unë pa iki, nuk dëvi më në Itali. Në Itali, në 2010. Edhe nuk kam shkuar me. S'ke shkuar me? Jo. Ti ke drejtën shkosh, pak me 3 milion ke drejtën. Jo, me nuk vreta hiq. Nuk vreta hiq. Nuk vreta hiq. Çunin ku e ke në Gjermani apo Itali? Kam në Firenze, po aty. Itali. 3 kam në Firenze, 1 kam në Torino. Në Torino, okej. Tani ku po jeton në Rogozin? Rogozin. Lagje nëmër 1. Na i dha detajet. Po ti mos i trego detajet se po na Po nga s'ka grabis. jemë se të vitë brasi mua gjera. Po për 270 euro të grabisin. Jo, më se nuk grabisin, ja jap vetëm lekët. Ha? Ja, kujt e jep vetëm? Hajdutin? Jo. Brasi mua e? Ja. Po që du më mirë jap makinën vetëm du se sa te du për vetë. Në këto intervista do të dali gjuhë e bukur kështu spontane. Nuk e di. Dali si dojë. Okej, ta gëzosh pensionin. Faleminderit shumë. Të shpjegova. Edhe ti shumë faleminderit për ndihmën që më ke bërë. Edhe do të më bësh akoma. Po, do të bëjmë. Jam shumë e minjohur ka si te. Faleminderit. Njofto gjithë shokët tu të Kavajës që unë e mora pensionin të Rogozhinës, je nga Rogozhina. Njofto që dhe ata të ketë mundësi të të aplikojnë. Që ose ke shok emigrant në Itali, ose që kanë janë kërë, ose që jetojnë në Itali. I kam hapur për ty. Okej. E kam hapur për ty që është një vajzë mirë në Tiranë. Jo, kam gjime në Talon. është një vajzë mirë, atje ajo të merë në pyetje, gjitha kërkon dokumentat ashtu që më kërkoj mua, edhe duhet i përgjigjesh, se pas i përgjigjen, është normale që nuk bëm nga si gjithë. Tani përgjigjen e mora, kështu që jemi në rregull. Jemi në rregull. Okej. Shumë faleminderit. Hajde, vëlla.